Sot këtu nga sheshi Tetovës bashkë me këshilltarët, Forumin Rinor dhe Forumin e Gruas, po e vazhdojmë kampanjën e raundit të dytë të zgjedhjeve. Sot fokus jonë është shëtitja në rrugën e Banjës për të parë dhe për të promovuar edhe njerë punimet janë bërë aty, me gjitha investimet e komunës që kjo pjesë e qytetit tjetë një ndër pjesët më të bukura ku qytetarët tanë kalojnë një pjesë të ditës së tyre duke shëtitur dhe duke u relaksuar. Gjithashtu, në këtë pjesë ne do të vazhdojmë investimet, sa i përket edhe urës që është parapar të ndërtohet aty, por edhe vazhdimin e shtegut për këmsorët dhe për biçiklistët nga Banja rreth Lumit, që kjo pjesë të vazhdoj të jetë në shfrytëzim dhe në shërbim të qytetarëve të Tetovës. Me këtë ne vazhdojmë të investojmë për kushte më të mira jetësore në qytet, jo vetëm duke ndërtuar rrugë, duke ndërtuar shkolla, ujë dhe kanalizim, por edhe duke krijuar hapësira të reja për ata të cilët e duan natyrën, ata të cilët kënaqen duke shëtitur në natyrë, sepse Tetova ka një bukuri siç është mali Sharr dhe gjithë të mirat që na i sjell kjo pasuri natyrore, dhe ne sigurisht me investimet publike të cilat i bëjmë dhe do vazhdojmë të i bëjmë këtu, këto bukuri të malit Sharr dhe të lokacionit të Banjës Tetovës do t'i ofrojmë më pranë qytetarëve tanë.